edhe super gjata. A kupton? Që të sana do të më janë mësuar, jo do të më konë ekspertan që të sana në mërëna 6 minute ashtë. A u bo, me të dy kompë. Dhe me thonë, është kontroli i trupit që fizikisht duk një kejt mirë, do të më konë ma mirë, normal. Po jeni të halat të ri, keni më pjek. Jeni të më klasi. Se i kup, menja është, menja, a kuptan? E dyta është kontroli i trupit. E treta ta është, fush, kur t'jem fush, është vendimet që i merë. Decision making. Vendimet që i merë, të më konë to. Nëse jam në opcion me dhonë gol edhe e pasoj, nuk është vendim i mirë. A kuptan? Nëse e kam një pacient që aty, mununa me driblu, nuk është vendim i mirë. Me po sanën, inteligenca futbollit është me po vendimin e duhur në secilën situatë. Çfarë situatë qetë futbollit, ti me morë vendimin e duhur, është sa një marrë të mesur në elitën e futbollit. Se në elitën e futbollit kejti kanë fizikën, kejti janë teknikisht mirë. Kejti. Tani është kush stimuloj, kush është ma motivus, kush është kush e do fiturë ma shumë, jo. Edhe dy është vendimet që i merë, a është i qetë, a është gjak ftof në momente caktu. A për kuptar? Që kjo është e pa një drejtore dhe ta. Okej? Lujna, ta është lujna një 20 minuta top intensiv.